Në dashurisë kur I mbusha 20 vjet me zimje shmora rrugën vasho për në gurbet me zimje shmora rrugën vasho për në gurbet të lashën ty mojtanë të lashën mojnë vetëmi tanë dhe prizreni time valdo t'isho një dit nanën dhe prizreni time vasho të një dit Mendonja me thimje shkujtoja shkëllqimi e syqkave të saj se shkoj dashunia se humbi lumtunia dhe Zotit I lutem të më fal Mendonja me zimje shkujtoja shkëllqimin e syqkave të saj se shkoj dashunia si humbi lumtunia dhe Zotit I lutem të më fal vetëm në këtë botë largo në Selanik nanën dhe Kosovën time valdo t'isho një dit nanën dhe Kosovën time valdo t'isho një dit Mendonja me zimje shkujtoja shkëllqimin e syqkave të saj se shkoj dashunia si humbi lumtunia dhe Zotit I lutem të më fal Mendonja me zimje shkujtoja shkëllqimin e syqkave të saj se shkoj dashunia si humbi lumtunia dhe Zotit I lutem të më Dashurova sytë e bukur sytë e djallëzisë më shkatrove më helmove moj ma more rinino Dashurova sytë e bukur sytë e djallëzisë më shkatrove më helmove moj ma more rinino Dashurova sytë e bukur sytë e djallëzisë më shkatrove më helmove moj ma more rinino Dhe ti vetëm qaje S'pranoj jeti të qeshje Më të risje si e marë moj Ajde, ajde Dhe ti vetëm qaje S'pranoj jeti të qeshje Më të risje si e marë moj Ajde, ajde, ajde Në pjetore unë jam ullu Dhe po pia Veç për ty po mendoja moj Asi ta kaloj jetët Në pjetore unë jam ullu Dhe po pia vete Veç për ty unë po mendoja moj Asi ta kaloj jetët Dhe ti vetëm qaje
Spranoj jeti të qeshje, më karisi si marë moj. Hajde, hajde, vëti, vëtëm qaje. Spranoj jeti të qeshje, më karisi si marë moj. Hajde, hajde, hajde. E ti pala, moj ti pala, sytë mi ti pala. O ti pala, moj ti pala, sytë mi ti pala. O ti Zavel, moj pse s'mende, ty më zrap të lala. O ti Zavel, moj pse s'mende, ty më zrap të lala. Tadash, moj tadash, unë besën ty tadash. Loti tim të nëzet, për kujtim tadash. Unë tadash, moj tadash, o besën ty tadash. Loti tim të nëzet, për kujtim tadash. Oh, oh! Gjersat varditita, o të vrita, moj të vrita. Gjersat varditita, o ti Zavel, moj pse s'mende, ty më snaf të pika. O ti Zavel, moj pse s'mende, ty më snaf të pika. Tadash, moj tadash, unë besën ty tadash. Loti dim të nëzet, për kujtim tadash. Tadash, moj tadash, besën ty tadash. Loti dim të nëzet, për kujtim tadash. Jasha! Isha i rije ta shumë loka, em karam fuqia. Po isha i rije ta shumë loka, em karam fuqia. Po se më stejem do që blaka, do që da shumia. Po se më stejem do që blaka, do që da shumia. Tadash, moj tadash, unë besën ty tadash. Loti tim të nëzet, për kujtim tadash. Tadash, moj tadash, unë besën ty tadash. Loti tim të nëzet, për kujtim tadash. Gracias muchos. Kemi shikuar kështu edhe kemi dëgjuar zërin e Niki Emrës, këngët e përzgjedhura për sot për emisionin Një kafe me Labin. Unë kam kënaqësinë, unë thash edhe më parë që do ta kem një treshe cilë kanë japë kontribut dhe vazhdojnë të japin kontribut pikërisht për Prizrenit. Kam kënaqësinë që kam familjen Emra. Mirë se erdhët në emisionin Një kafe me Labin, mirë se erdha unë Prizrenin e juj. Zotri Pikrim, për ndryshe 20 vjet antar i shoqërisë kulturore artistike Agimi, 20 vjet dirigent i korit të shoqërisë kulturore artistike Agimi, 35 vjet profesor i muzikës dhe ish drejtor artistik i shoqërisë kulturore artistike Agimi. Gjithë këto vite, gjithë këtë punë, tash kur po kënon Niki Emra, si po duket? Së pari, faleminderit në ftesën, i përmenu gjitha këto poste, i përmenu gjitha këto vitet e mija, me i përmbledh gjithë këto po dali 100 e kusur. Por puna kur së më ka lodh,
edhe se kom menën mu dorëzu. Jo, kështu po dukesh barabart me këta. Këta i kom si kur vlëzër. Këta i kom si kur vlëzër të dytë. Puna kur së më kalodhe dhe kur nuk jam dorëzu dhe nuk do të dorëzohem. Kom fillu si pionir, kom qenë shumë i ri kur kom fillu në shoqërinë kulturore artistike Agimi, moshën 15-16 vjeçar ashtu, kom qenë në fillim si antar i korit edhe kom pas nderin që kom mësu prej ish profesorëve të mi, tu fillu profesor nuk e kom pas Lorenz Antonin, por ai ka qenë një prej themeluzve të shoqërisë kulturore artistike Agimi, kom pas nderin që ta kom profesor Angel Berishën si dirigentin e parë në shoqërinë kulturore artistike Agimi, kom pas nderin që Mark Haçinarin e kom pas dirigent, pastaj edhe në kolegium në Prishtinë gjatë studimeve të mia, kështu që për tyre kom mësu shumë. Gjithat kontribut që jo mundu me edhon, edhe si antar i korit, edhe si 20 vite gati si dirigent i korit shoqërisë kulturore artistike Agimi, po mendoj se ende se kom dhonë maksimumin. Ende se kom dhonë. Unë po tham që kjo jap maksimum se një rezultat vlerët përpas që kjo jap një maksimum edhe që kjo jap kontribut sa i përket shoqërisë kulturore artistike Agimi, kjo jap kontribut edhe në familje. Po, jo mundu. Jo mundu se krenona, se gjdo prind krenot me fëmijët e vetë, por me të vërtet ju thonë kështu me sinceritetin më të madhë që krenona me fëmijët e mi. Se kur është një familje e shëndosh, edhe fëmijët s'kan ka me deviju. Unë e kom një familje shumë shëndosh, një harmoni shumë në familje, kështu që këta s'kan pas ka me shku. Në kjo ka fillu shumë i vogël edhe më kujtohet kështu ka qenë, se di tash mos ta teproj, po as 6 vjeçar nuk ka qenë, unë visha prej pune edhe fatmirësisht e kom pianinon në shtëpi, e ky ka ndëgju, unë i pash do fëmijë në banesë, me flamur të kuq, për para ka qenë dita pionerve, mu një inspirim merë dhe arsisoj, e thash ta boj një këngë për pionerët. E kjo kishte ndëgju, edhe unë hy, kur këthena prej punës, po e ndëgjoj para se me arte dera për me hy në banes, po e ndëgjoj tingujt e asaj melodie. Shoqja ime nuk e njeh piano, se ajo është me profesion juriste, për ndryshe është gjyqtare, edhe thash, çka u bo, edhe hyra mrenda dhe pithom shoqës, a i ra ti pianos? Jo mërë tha, po thash, kush? Ky ishte një kjo shumë i vogël, ala kom nuk i mërishin në karik aty, po shof do edhe ky për frigës që ma ka prek piano, po do më jo, thash babëriq aty, kur po shof, do të thët, o pa me njerë prej fëmiris që do të ketë një talent, edhe ka kry shkollën e ultë muzikës, bile me ju thonë të drejten, kolegët e mi në shkollë janë befasu, kur ky nuk e ka vazhdu shkollën e mesme të muzikës, unë kur nuk ju kom imponu diçka, që ka ndasht, e kanë pas lirin, po e kanë fitu atë liri për me besimin e tyre. Unë, me ju thonë të drejten, i kom përcel si njënin si tjetrin deri në vitin e 3 shkollës mesme. Kur kanë orë maturanta, as njëni as tjetri, kur në shkollë s'kom shku. Edhe që kanë qenë zonësat më të mirë në shkollë, në gjdo aspekt, por unë jom frigu, se shoqëria rruga keqe mundët me deviju njeriu, po kur kanë ardhë, shembull kanë kërku me shku dikun të filani, i kom thënë ani bab, shko, e kom mërshu, por se kanë disë se unë i përceli. Unë i kom pa, kur 1 herë, 2 herë, 3 herë, më ka thonë po shkojnë këtë vend, edhe vërtet më ka shku, më kur si kom kontrolu, edhe sot asaj dite, e kom cek edhe dikun tjetër, po e ceku prap, një obligim e kanë këta. Vinë në këtu, kur këthejnë në Prishtinë, a Uliksi tash po i bjen me udhëtu në shumë shtete jashtë, e kanë obligim vesh një mesazh mrina, kaq. Kjo është edhe që çdo herë veprojnë asaj. Është gjë e bukur kur po thuaj që me dirigju, me dal para gjykatës, me këndu, edhe me shëtu. Po, edhe në anën tjetër, njerëz me pru. Kështu që krejt keni familje. Po, jem mundu, me ju thonë të drejtën, ky ka
edhe ky ka qenë shkollë muzikës, deri në vitin e 3 shkollës ulët muzikës, pastaj ky nuk, s'po du, me zor, kur gjë nuk bon, veç unë e di sa lustera në shpimi ka thy me topa, kështu që, por unë halal jo boj të dyve, se krenaria ma modhe dhe coku i prindit qenka kur fëmiu po te kalon. Gjitha qka je mundu, ke dhënë kontributin kur fëmiu bëhet më i mirë se prindi, ajo është destinacioni. A thune që jeni ma i mirë se babi? Dëtë. Se thëtë ma i mirë se prindi. I modhe i bugli. Zakonisht sugarve ju lojnë krejtë. Hajde gëllin sugarve. Ja, për me pa dhe për me dita, do më thonë, a mund të afromi të bojmë matë mirë, se absolutisht nuk mendoj që jemi bojmë matë mirë, po a mund të afromi sigurisht vjen edhe shumë kohë, edhe shumë angazhime, edhe shumë ato vite që i përmene 40-35 e tjere. Unë mendoj që na jemi veç në fillim të karierës, dhe jemi në fillim të rrugës për me dhonë kontribut, pa dyshim që gjitha kushtet dhe para kushtet për me bëk një gjë tillë i kemi. Falë familjes edhe falë asaj që i përmendi babi. Do të thotë gjitha rrugë na janë hap, e jonja që ka qenë dhe qka është që veç me vazhdu atë rrugë, edhe me ju përkushtu atyre gjërave për cilët, frymën e të cilave jemi rritë. Sepse gjithmonë në shtëpinë tonë, në familjen tonë, ka dominu, do të thotë, në radhë parë kultura, sporti, këto gjëra kanë qenë normalisht gjitha dhe dashuria e tjerë, po gjitha këto kanë qenë ato parakushte që ne me të vërtet shkojmë asaj rrugë. A sa për ato, do të thotë, ne kemi edhe shumë kohë dhe shumë për me dhonë, në mënyrë që ndoshta t'i afrohemi sa do pak babit, se me kalu nuk besoj që mund të kaloj. Unë e përmenda që tash është e mirë që edhe me shtu, po edhe musafir me pru. Tash musafir me pru, bjen fjalla me pru, jo veç në shpe, po edhe në Prizrenin e bukur me pru, njerës për shkak se kini profesion edhe një post tani këto momente që ka të bëj pikrish me vizitor, cilët Ministria e Punëve t'jashme e ka për detyrë me sjellë, ma te për vizitore, di që vizitor dhe sjellësh në Prizren. Absolutisht, do më thonë që kjo është një sen, një tem që e prejka shumë e rëndësi, do të thotë, për arsye se jam shumë i lumëtën dhe jemi, përgjithësi duhet jemi shumë e fatë që kemi një qytet si që është Prizreni, në të cilën pa fije, pritese dhe pa fije, do më thonë, hezitimi, mund të asile çdo mysafir, pavarësisht çfarë rangi botror është. E cekët që nga pozicionit cilën jam tash në Ministrinë e Punëve t'jashme, sigurisht kemi kontaktet shumëta, do më thonë edhe sa i përket aspektit ndërkombëtar, dhe çdo ditë jemi të vërshum nga mysafirët e shumë që vizitojnë Kosovën, në radhë parë Prishtinën, por me të vërtet edhe normalisht edhe falë shtytjes dhe një simpatisë veçantë që edhe Ministri jashtëm, Zotërin Verogja e ka ndaj qytetit Prizren, por edhe për shkak bukurive që i ka ky vend, ne çdo herë tentojmë që në agjendën tonë, kushdo që të vjen, padyshim që ta sjellim në qytetin e Prizrenit, sepse kemi çka i tregojmë, edhe nuk turtnohemi para tyne. Por çka është ajo kryesore është që vetë jam dëshmitari asaj që në momentin kur ndoshta edhe ne harrojmë, ata vetë na përkujtojnë dhe kanë dëshirë ta vizitojnë qytetin e Prizrenit. Unë ju tregoj vetëm një rast që kam qenë dëshmitar në janarin e vitit kalum, në një vizitë zyrtare që kemi pas në Arabinë Saudite, konkretisht me takim me sekretarin e Konferencës Islamike, zotërin Isanollu, i cili sot është qytetar nderi i Prizrenit. Në takim kujtohet që në drejt zyrtare ai ka përmend qytetin e Prizrenit. Domethënë fjala e dytë e tij ka qenë që unë do ta vizitoj Prizrenin dhe dëshiroj t'i ha çebabat e Prizrenit. Ju siguroj se këto kanë qenë fjalët e tij, edhe si rezultati i asaj ne jemi inspiruar dhe me njëra kemi vendosur kontakt gjefale dhe komunës Prizrenit dhe kryetarit kemi vendosur për shembull që ta shpallim në qytetar nderi. Pastaj sigurisht unë kam shoqëruar në vizitën që ka pas në Prizren dhe me të vërtet ka qenë një delegacion nivelit shumë të lartë. Është njeriu i dytë mas Ban Ki-moonit, i cili ka ardhur në Prizren dhe i ka jashtëzakonisht i kënaqur. Kësi raste kemi pas shumë, kemi pas vizite në delegacionin nga Egjipti, nga shumë vende ku është djepi kulturës edhe qytetërimit, por me të vërtet pasi kanë ardhur këtu, veçanërisht në qytetin e Prizrenit, gjithë kanë qenë të mahnitur me bukuritë që i ofron qyteti, veçanërisht lartësia, trashëgimia kulturore, objektet e shumta e mbi gjitha krenaria e gjithë shqiptarëve që është lidha shqiptare e Prizrenit. Ajo është objekt i cili me të vërtet neve na bën shumë mirë, ndihemi shumë mirë kur secili delegacion vjen aty edhe kemi mundësi ta shpalosim një pjesë shumë të vogël ta quaj ashtu të kulturës tonë. Po,
Edhe një gjë shumë e bukur që më gëzon fakti, për shkak që unë kur po e realizoj emisionin, unë takova shumë njerëz cilët vishin gjatë ditës edhe vishin që janë pjesë, domethënë, e vizitës Prizrenit, e kështu që definitivisht e kishe një rahati, një komoditet edhe në zemër Prizrenit, hoteli ku jemi sot, hoteli Teranda, që ja vlen për mi pru, se si një prej vizitorëve që vjenë se pak dallim ka prej hoteleve, ndoshta që kom vizitu edhe në për shumë vende tjera të botës. Fatmirësisht, domethënë kemi pas raste bashkarisht që të vizitojmë, të shohim, me të vërtet nuk ka asnjë send që mungon në asnjë aspekt. Unë çdo herë them që qyteti i Prizrenit besoj që veçohet me 4 sfera të jetës shoqërore. Mendoj që në një është kultura, është trashëgimia kulturore, është turizmi dhe sporti. Unë mendoj që janë këto 4 elemente dhe 4 sfera të jetës me cilët Prizreni duhet në vazhdimsi të luftoj me fanatizëm më të madh që t'i mbrojë këto vlera dhe t'i shty përpara për arsye se këto janë ato për cilët ne mund t'i ofrojmë. Fatmirësisht tash kemi edhe kushte me, domethënë, hapjen edhe të universitetit, bërjes së qytetit universitar, një e dyta me autostradën e cila kalon nëpër Prizren, janë hapur edhe mundësi tjera për cilët, domethënë, Prizreni është bërë një qytet, ta quaj ashtu kryeqytet mes Prishtinës dhe Tiranës, për arsye se edhe çdo gjatë gjithë vikendit ne shohim që tani më Prizreni ka një pamje krejtësisht tjetër dhe frymon krejtësisht ndryshe. Po, para se ti kaloj edhe tek Neki ato të flasë edhe pak me to, edhe një pyetje kështu. A ka mundësi, masi je ministri punëve të brendshme edhe të jashtme që janë gjitha këto, a ka mundësi një takim me u bo me Ministrin e Kulturës këtu me teatrit edhe shoqërisë kulturore artistike? Për shkak se ankesat kishin shumë, kushtet i kishin definitivisht kogja të vështira. Ajo padyshim se është seni më i vogël që mund të realizohet, po unë edhe një mund ta them se vullneti edhe përkraja dhe vetë Ministrit të Kulturës nuk mungon në asnjë moment. Jemi shumë sinqert. Nuk dua të hyj në një sferë që nuk është, domethënë, takon mua, është Ministria e Kulturës. Po vullneti për arsye se edhe ka mik personal ministri Memlin dhe e di edhe bindjen e tij edhe qasë personale ndaj qytetit Prizrenit. Për arsye se është një bindje që buron edhe nga simpatia dhe kryeministrit ndaj qytetit Prizrenit. Kështu që unë nuk mendoj që është problem i madh ajo. Normalisht aty anën tjetër duhet të shikojmë mundësitë edhe kapacitetet sa i kemi. Por mos harrojmë që duhet të shikojmë edhe vetë iniciativën dhe na çka po bëjmë për më ofru. Unë veç një rast mund t'ja përmendi që me të cilën, domethënë, kam qenë involvuar, ka qenë një rast, domethënë, që ndoshta është e tepër për më përmend, po ka qenë ndihma që është bërë shoqërisë kulturore artistike Agimi, në një takim që edhe unë kam qenë pjesëmarrës aty, në kohën kur kem vizituar me ministrin Hoxhaj, edhe unë e di që ajo është realizuar. Do thotë nuk është munguar, qoftë rinovimi, qoftë pajisje, e din sigurisht e babi më mirë. Mirë po, a ka vend për përmirësime, a ka vend për atë, unë mendoj që ka. Unë mendoj që ka. Mirë po, gjithmonë unë e mbroj atë teori që duhet të nisemi nga qasja pozitive, do të thonë nga qasja që të bëjmë zgjidhje, jo të shikojmë vetëm me kritiku dhe mos bëjmë zgjidhje. Ku janë gabimet t'i shohim, çka mund të bëjmë, çka s'bëhet ta thojmë, mos pritojmë fare për atë punë, po megjithatë edhe ne duhet jemi pak mendoj kreativ. Po, patjetër. Neki, gjithë të fjallë që po folit për Prizrenin, a e dëshpru na herë për Prizrenit? Labi, me ty jemi taku disa herë në Prishtinë. S'kena lom pa folit. Po vjen shumë mirë sot që po shihem në Prizren, në matë bukrin vend. Unë kështu i them, për shkak se ne ndoshta dhe jemi rritë tu edhe kemi ndoshta edhe emocione ndaj këtij vendi. Sot është ndoshta hera parë që jam pranë babit edhe Uliksit, që prej fëminisë unë Uliksi e moj men si o duar trokit gjithmonë babi, pastaj e moj men si o duar trokit Uliksi gjatë kohës kur shënonte, e tash po duar trokit na une, një farë mënyre jena mundu këti qyteti, një farë mënyre ta japim atë vetën maksimumin prej neve çka mundemi, pasi që ky qytet meriton shumë ma shumë. Domethënë krahas qytetit na jemi gjithë njerëz shumë të vegjël, ka se ka një histori shumë të lashtë ky qytet, ku edhe dihet që ndoshta gjitha truhet shqiptare, një emër që mbahet mend në gjithë historinë është Prizreni, domethënë, ndoshta edhe ndonjë qytet tjetër, po flas gjitha truhet, Shkodra, Korça ose nuk e di vesh, mbi gjitha Prizreni dihet që është një kryeqytet i heshtur kështu. Nuk më dëshpëron këtë qytet asnjëherë, është e pamundur një njeri mu dëshpëron këtë qytet, edhe nëse do mu dëshpëron nga larg, kur vjen këtë qytet, krijohet një emocion dhe automatikisht harron dëshpërimi. Kjo
Ndoshta ndonjëherë dikush dëshpërohet për shkak se s'mund mi arrit ato dëshirat e veta cilat i ka për të mirë për këtë qytet, që ka dëshirë me mri maksimumin, po me të vërtet ky qytet është qytet që ka vlerat shumë të mëdha. Në gjatë gjithë kohës, do me thonë, unë personalisht po mundona dhe sot e kësaj dite kudo që këndoj e përmendi që vinë nga ky qytet, edhe pse tani që ndrojmë Prishtinë, punojmë, këndojmë, veprojmë, por ky qytet ka me të vërtet vlera shumë të larta dhe edhe labi zguxojmë u dëshpëru për këtë qytetit, nga se ka një histori të madhe. Zotëri Fikrim, tu e marrë parasysh se qyteti si qytet edhe kontributin që e përmendëm kontributin e juj. Sa mendon që është jeta kulturore kohën e fundit prezente mjaft? Njeriu kush duhet me qenë i kënaqur. Nuk është që nuk ka jetë kulturore. Se thoj një fjalë popullore, fëmiu pa qajt, nana si nebgji. E ndëgjova pyetjen që ja bë Uliksit, a mundet se shoqënitë e teatri kanë kërkuar një takim me ministrin për kulturë e sport, mirë kanë bo. Por nuk mundet njeriu me kërku diçka kur vetë vend numëron. Unë nuk muj mu pajtu fort me këto gjona, se nuk është që nuk ka ndodhi. Por, kur nuk është shumë. Njeriu kur duhet mu kënaqë. Duhet çdo herë edhe kur është i ullën me punu. Me ju thonë të drejtën, unë jam kyç shumë i ri, ju ceka shumë i ri, edhe shoqënia e Tagimit përpara ka qenë një festival para Zambakut Prizrenit, ka qenë Revija e Prizrenit. Pas asaj është formu, ju e dini, që i vetmi festival që ende sot asaj dite funksionon. Prej vitit 92, gati 10 vite, unë kom qenë drejtori i festivalit, Zambakut Prizrenit, edhe jo mundu me gjak e shpirt me mbajt frymën ati festivalit. E din njerëz se në mënyrë zyrtare jam zgjedhur si drejtor, përpara ka qenë në Akil Koci, ka qenë drejtor i produksionit të RTP-s, Reshat Randobrava, pastaj Reshati ka qenë në radio Prishtinë, Sevime Gjinali ka qenë drejtor e produksionit RTP-s, më kujtohet. Unë si antar i shoqërisë Agimit, me përkrajën e kryesisë Agimit, më kanë propozu edhe unë e kom pranu atë post. Kështu që deri në vitin 2000, pa e din gjithë populli Kosovës që ne s'kem pas as institucione legale, as shkolla, as një gjatë, gjithë kemi qetë jashtë, por ne jemi mundu me majtë frymën. Do të thotë, letë është me qajtë, por du është veprosh. Letë është, me thonë valla une, nuk kom këto, nuk kom, ne nuk kem pas as një cent për kraje, se s'kem pas institucione, nuk kem pas ku, po njëherit unë kisha dasht se kur s'kom pas rasin me ju falenderu qëtymve donatorve, sponsorve, të qytetit Prizrenit. Tu falenderu se me emra, mbi emra s'kisha dasht me i da, se mujtë thëmë i gjithë qyteti i Prizrenit ka kontribu për me mbajt Zambakun e Prizrenit. Vitin 92 ne kemi mbajt gjallë festivalin Shtëpitë Kulturës. Pas 92-shës ne vërtet kemi shku me playback. Unë nuk e teproj. Ne të më demanton dikush që nuk është e vërtet. Kem pas presione, kem pas tytat për mi kokë, por kur nuk kemi ndalë. Njëherit, pra po ju thëmë se rasti parë po më ndodhë ky, që unë botërisht falenderona edhe studiove që kanë qenë të paktat në atë kohë në Kosovë, sidomos Naim Krasniqit, në studion Naimit, në studion e Valton Beqirit, në studion e Gjevdet Gashit, e tjere në të më falin këta tjerë se s'po më kujtojnë gjithë. Unë e di që ka kom hek, tu i që këngëtarët në për studio, tash mos ta teproj, ndoshta edhe vetë producent kom qenë, edhe vetë kompozitor kom qenë. Kështu që
pse po i flas gjitha këto? Që thash nuk po pajtona pak me pyetjen që kanë bo kërkesën, faktikisht kërkesën. Ata pyetjet nuk kanë bo, unë ju drejtova pyetja, ata jonë anku, ankesën thash pas miti me kujtaku me... Unë po i përkroj, por jo dhe në maksimum. Në që se donë me vepru, dikush tjetër, hapin e parë bone ti. Ne jemi mundu deri unë me ju thonë të drejtën po kalojnë shoshri Agimit. Shoshri Agimit kësi vjetë ka 70 vjetorin. Po, 70 vjetorin. 70 vjetorin. Aty kanë dalë emra. Shoshri Agimit më vjen keq. Tash mos bona lokalist. Tash po e arsyetoj atë fjallën e këtyre teatrit e kryetarit shoshris Agimit. Nuk kom kundra asnjë shoshnis. Në gjitha troje shqiptare. Por shoshnia Agimit duhet ta dinë gjithë se është mbi gjitha. Se është një prej shoshrive të para në gjitha trojet shqiptare. Shoshria Agimit ka dalë me Bekim Femi, ka dalë me Nejmije Pagarusha, me Liliana Çavoll, me Lorenz Anton, me Angel Berish, me Mark Kaqinar, me Gjergj Kaqinar, e mos i përmeni emna. Kështu që është më katë që mos bëhet më shumë për këtë shoshri. Unë nuk e flas kot, momentalisht nuk jam shoshri të Agimit. Me 100 vjetorin, bile e posh një fotografi timon që aty, unë e kom dirigju kongën time që ja kom kushtu 100 vjetorit pavarësis, ma merr menja se kush e ka ndëgju, jë ndo shumë knoqën, e kom kompozu edhe e kom aranzhu edhe vete e kom dirigju, pra ati momentit, unë nuk jem mujtë mu pajtu me do gjona, kështu që jom largu gjithë atë forcën time që e kom pas tash me korin e shoshrisë Agimit, tash gjithë atë forcën e kom qu në shkollë të muzikës që e kom një kor shumë të mirë. Më vjen keq se më dhimësët ai kori i shoshrisë Agimit se kanë qenë gjithë amator, ndoshta si kom pas as 5-10% profesionista. Me atë kor kem qenë në Berat, i kom ekzekutu 14 këngë korale, 14, po shkojmë ne për darsma, le të më falin këngëtarët edhe orkestrat, shembull, jonë ka 5-6 orë atje, po ndoshta 16 këngë i kënojnë ta natën, e merrni me mend 14 këngë korale, pa ndërprej në Berat, që jonë fascinu. Tu fillu prej kompozitorve kosovar, kompozitorve Shqipëris, kompozitorve botnor në repertuar. Edhe sot asaj dite unë i kom me nxënësat e shkollës muzikës kompozitorët kom mësoj. Nuk do të thotë që po kërkoj ndihmë shoqëria Agimi për teje dhe nuk do t'je kesh për krajen. Kështu që e di që patjetër që jep prapë për krajen nëse ka nevojë për ty. Unë e kom zemër se më përpara po bëj një krahasim. Më përpara njoh shoshrinë Agimit se fëmijët e mi. Aty unë shumë e ndjenja flas kur flas për shoshrinë Agimit. E du shoshrinë Agimit, se shoshrinë Agimit jo që ka qenë shoshni kulturore artistike, po shoshrinë Agimit ka qenë djepi i gjitha ngjarjeve. Unë ju thom me plot vetdije edhe me plot fjalë të gojës, aty ka ndodhur shumë gjëra. Ka ndodhur edhe politike, edhe artistike, edhe gjitha senet para luftës, shumë gjëra kanë ndodhur qatë shoshni. Janë formu edhe parti, janë formu edhe promovimet librave, e din kush kanë qenë shoshni, më vjen mirë që ata njerëz, kur kanë me ndëgju, që to fjalët e mia kanë ju vërtetu se vërtet janë që to mos e të vërteta. Gati gjithë shkrimtarët ma eminent që i kemi Kosova, i kanë bërë promovimet kur gjitha institucionet në Kosovë nuk kanë funksionu, shoshnia Agimit ka funksionu. Për atë arsye po ju them edhe një herë, unë jam larg shoshnisë, s'jam mujt mu pajtu me do gjana aty, por po ju them, unë e kom zemrën edhe trupin e kom aty. Kështu që e disha që... Okej, po du mi ju këtu tash po e lojmë shoqërinë, po e lojmë këtu, është hera e parë, dhe me thonë që
ju kam që treve edhe delni publikisht, dhe me thonë, vetë Uliksin, vetë nejkin zakonisht në për emisionin në për studio, është hera e parë që jeni tret bashkë një studio, edhe një emision. Kështu që, a ka ndonjëherë që ju tret, për shembull, apo në shpejt përgjithësi, nuk pajtoheni me ndonjë gjë njëri me tjetrin? Unë kisha thonë ma mirë me bërë pyetje ndryshe, a ka me çka pajtoheni? Jo, për atë punë do të të na, ndoshta fajt i kanë prind që na kanë eduku prej fillimit që demokracia në shtëpi tonë ka qenë prej shumë herë. Edhe atëherë po kemi qenë gjithë kemi pas, domethënë mundësi edhe drejt me shprehje edhe mendimin edhe kundërshtimin. Kështu që tash edhe me... Ama shpejt kundërshtimi, miratimi. Po, Gjapi tash ja bune pyetjen njeriu dur. Për shkak se unë për marrë fjallëm, Uliksi do me thonë është personi më kundërshtues. Në çdo ide kështu, gjithmonë ka mendimet e veta. Na me babin pajtohem nështë më shpesh në disa mendime. E Uliksin e kena pak më kritik në çdo sen. Megjithatë, debati lind aty. Kur na veç jemi kritik ndaj mendimeve, edhe se me qenë gjithmonë po, atër s'ka debat. Kështu që na Une tash kjo përvoja shkurt ka mësu që sa ma shumë kundërshton, normal, me argumente, fiton në përmbajtje. Në që se diskutohet për një temë, pa pas një kundërshtim pak më të madh, nuk dela ma e mira maksimumi, pavarësisht çfarë do lloj teme që hapet, tu fillu qoftë kulturës, sportit, po tash fund edhe politikës, atëherë sigurisht që debatet dim në erë, do thot me pas debate. Që se më lejojnë fëmijët, e përmeni Uliksi, vërtet tek ne është një demokraci. Unë ju kom dhënë lirin prej fillimit, e ceka në fillim, por kritika është shumë pozitive. Unë nista nga veti, kur dikush vjen ma rrenë shpinën, shumë ki dirigju mirë, e ke këndu kështu, i thom, adin qka të lutna, mos ma lidha ato shpinën, po thujem ku kom gabu, se erën tjetër bona ma i mirë. Unë kom qenë kritik kë Në kjo e ceku ma herët, tha mas pari babit i kanë duar trokit se ceka unë kom qenë edhe vetë pjesëmarrës në akorde, kom fitu në akorde, kom qenë në festivalin në Gjakov, kom fitu si kompozitor, në Zabakun 3 herë e kom fitu, kështu që këta përdu me e lidhë që ato kanë duar trokit në veprat e mija, por tash, ku e kom fjallën? E kom fjallën se në qëse se kom kritiku kur ka fillu këj futbolit. Se unë kom qenë edhe vetë sportist, po më duket i vetëmi, tash mos bjerën me lavdu vetën, i vetëmi po më duket në botë muzicien që është marrë me sport, jo mund. Pile shpesh unë kanë thonë, o, me bo me thy gishtin e me thy... Unë kom lujtë edhe futbol, kom lujtë jo për qef, po profesional kom lujtë handball për Prizrenin, kom qenë ping-pongist edhe trenere ping-pongistve kom qenë, kështu që edhe me muzikë, edhe gjdo herë e kom përcel kur ka fillu ky me lujtë. Edhe i kom thënë, Bob, këtë loj, së më ki pëlqy. Edhe që shumë rallë ka pas që s'kam pëlqy, jo pse është i imi, po e vërteta kështu. Pastaj po dalte një kju, kur ky po këndone, komponone, bon, i thëmë, këtë e pas ke bo, po shqyqër zoti ky ma shumë ka ngu se ky. Po du m'ja vërtetu fjallën dhe kjo se ky qdojrë ka qenë pak ma aksisuani, këmë thonë ti urdhëno vazhdo, po ta them se në që se donë me mri kulminacionin, pranoje se këtu, deri këtu je mirë, këtu nuk është. E ti, e drejta jute është. Tash për me ta lidhë, masi veç po flasim pak për muzikë, një kundërshti për shembull që e kom pas ndaj Nekis që vazhdimisht kem banu bashkë, domethënë i ko gjatë, edhe torturat që mi ka shaktu me një farë lloj muzikës që ka qenë një kohë muzikë hard rock e tjerë, domethënë banez me që bëj edhe shpesh asnjëherë s'jam pajtu. E tash muzikën që e bën, domethënë jo, kjo është muzika që mund flan më shumë ti. Po në atë kohë, bile një moment ka ta thonë, po mopë se me këtë muzikë as ujë s'pije, të lemo... Nëse për ty është ajo, muzika nuk ka kufi. Nëse ajo ka qenë, normal, po flasin për kundërshtit edhe ato gjitore. Ka kufi muzika, muzika dikush... Kjo ka qenë një ndër kundërshtit që su pajtojshëm, dikur rom, ta shqyqër... Tash për vrejnë do me thonë njërën e debatit që është vot, Uliksi ka mendimet e veta, normalisht, gjithmonë, na jemi mundu mu kujdesa që në që se mund pëlqen dishka, pak të mos mi qka këtu problem
në shtëpi, e na kena abonu një kohë shumë gjatë. E unë edhe pse shisha që ky pak më i vogël se unë, edhe e torturojsha sa mujsha. Kur isha që mos po mundet me dërua të rëndalqa. Po ka qenë edhe një periudhë ku kjo marrë me muzikë rock, edhe ajo muzikë që unë e du, megjithatë tani e këndoj një muzikë pak më ndryshe. Veç ndoshta që ajo kundërshti, po përshë që kanë ndiku ndoshta që... Kanë ndiku pozitivisht. Shkojnë dëgjoj çdo natë ndoshta. Po është një nga në fillim kur kom nisë me këndu Liksi Skardh asnjëherë më dëgju. Edhe kur e shoh një herë filloj me art, tash e shoh gjithmonë, domethënë kudo që këndoj, e shoh që e kom aty adhurues, edhe pse unë e kom njeh në gjitha ndeshjet kur ka luajt gati, mos atë prej me babën bashkë kemi shku. Edhe kur filluam me pa që po vjen me dëgju, atëherë mu bë qefi. Mu bë qefi se nëse Uliksi e pëlqen mo, dihet që diçka mirë. Se ka qenë këndështues i madh. Përcjell gjithkund ku ka luajt. Po. Ma ku ka luajt kom shku unë. Po kur kërkush nuk e ka ditë që është djali im. Unë e kom këqyrë, ka dhon gol, unë as nuk kom kësy. Edhe kur ka bo diçka, unë... Jo, s'është reziku. Nuk ka qenë pyetja rezikut. Nuk ka qenë pyetja, që zotit ky çdo ndeshje ka qenë ndër më të mirë, ta. Po nuk kom dash me ditë. Veç njerë kom reagu në Prishtinë, ishte, së më kujtot ndeshja me kënd po luajnë, edhe këti kërkoj falje, tha ky arpagje, ky është, nuk kom kundra kërkujne, asnjë nacionaliteti, ky është tyrk. Edhe unë, dy vet ishin shok. Unë isha përpara. Tha po lidhëm në mes veti, edhe unë asnjë as dy, merdh. Valla, me ju thonë të drejtën, nuk kom kundra, me qenë shka është. Pse emra mbi emri, po e lidhin ky që ke emra këngëtar. Edhe unë e kthena mrapa, i thom, a u lidhët ju dytë? Po. Thash ti për kenje, për që të shtë. Thash qyre, po të thëmë për para, thash ti ki me upë. Tha ku pe din ti? Po thash, qëse unë se di, se din kërkush. Uliksi është djali im. Thash qëse është aj, tyrk, thash valla kretë Kosova është tyrk. Se ne jemi me preardhe Gjakovar. Edhe i thash, në qëse në Gjakov ka një tyrk, atërë valla, s'po di që ka me thonë. Kështu që po ju thonë, unë e kom përcjell vërtet, veç kur nuk jom imponu, as kryesia s'kanë ditë ku ka lujtë, se ku ka lujtë Prishtinën, në Vllaznime, në Trepqe, në Liri, këtu më prezent njofin gjithë tash. Këtu e kanë ditë, po ku kom shku, kur nuk jom tregu. Pyetja em e fundit, për shkak që veç po vim drejt fundit bisedës, sa ju merr madhe mu mbledh këtë bashkë, për shkak angazhimeve? Na mbledhemi gati çdo javë. Gati çdo javë? Çdo javë, këta një ditë që kanë të lirë, duhet marr patjetër prezant. Vin kur kanë të lirë, unë kur nuk ju bëj shtypje, presion, a e ki kohën e lirë? Po, prezant. Bob, jom se këta më thrasin mu me emën. Që e më e mira? Fikri më thrasin se, po shef, unë i kohë shok ta. Por shok është kufini. Kur vjen ai momenti i prindit, të dytë të riqen. Kështu që nuk shkon me bo me qenë zonën, unë me shoqen edhe Zim Kerit, edhe shkojmë Prishtinë, jemi shumë të lidhën me zvedi, edhe dhash Zoti, fjallën e fundit timin, edhe dushmani tim më të modhit, dhash Zoti mi adhon e vlatë që shmi ka adhon mu. E kom edhe vajzën, edhe ato e kom basketboliste, edhe ajo edhe së shpeti, ndoshta edhe ajo vjen në Prishtinë me lujtë, se kësi vjetë është maturante, edhe është një prej basketbolisteve shumë të mira, kështu që unë kom e ngell kret me grunë vetëm, prej fillimit. Ka që po, faleminderit. Unë dhe që janë të lidhë të pak, pavarësisht që është bodë të tjeta shumë dinamike dhe angazhimet e shumëta, na, unë për veti personalisht mundohem që në qofë se shpesh ndër kemi angazhime edhe gjatë vikendit, apo mund qëllojmë edhe ose jashtë e djerë, po gjdo herë kur jam në Kosovë dhe nuk kam angazhime, s'paku një dit, një avë mundona mja kushtu prizrenit. Do të thotë kjo të regon që na kudo që jemi, unë personalisht, prap gjithësmëria me qytetin tim do t'jetë gjdo herë. Edhe normalisht edhe në raport me familjen, që s'paku një dit një avë mja kushtu, njëri ju duhet t'ja kushtoj, unë e bëj këtë, me shumë qefë dhe me shumë knaci, ne jemi të lidhën për qytetë shumë. Pamarësisht që ndokemi që nuk vim shpesh, po mos të harojnë që
pavarësisht ku jemi, ne punojmë, tash punojmë edhe për shtetë, për ministri, po çdo herë unë në të më falin tjertë, po mundona dhe Prizrenin, ta kam çdo herë në kokë edhe çdo herë ta qesë plan parë, edhe mos ta harrojnë asnjë moment, sepse këtu kemi lind, këtu jemi rrit, kemi kontribu për këtë vend, për këtë qytet, po sigurisht që kjo është vetëm fillimi dhe kontributi jonë, personalisht unë mendoj edhe kontributi jam për qytetin e Prizrenit, kudo që jam, nga cila do pozitë që jam, nuk do të mungoj asnjëherë. Unë, çfarë të them Lobi, tash pikom angazhimet në shta mramje kryesisht edhe ditën normalisht për bëj një punë tjetër, 4-5 natë në javë këndoj, do më thonë ngellët 6 ditë javës punoj gjatë ditës, edhe normalisht që dikun 1 ditë javës, 2 ditë javës i kam të lira, edhe si që cekën edhe Bobi edhe Uliksi mundohemi që të pak të njëherë njavë mja kushtu edhe familjes, po edhe qytetit tonë. Normalisht na dhe të qenë, duke qenë, unë personalisht gjithë Kosovën, çdo natë gati lëvizi, kontributi për këtë qytet po munduam me qenë që me prezentu në mënyrë të denjë, ashtu si e meriton, edhe normalisht kur kena mundësi edhe mu mbledh kështu familjarisht, ka njëherë një javë, kur na ipët mundësia, ajo po është gjëja më e bukur ndoshta, edhe ju kisha sugjeru kështu publikisht gjithve që familjen ta kenë, do me thonë, 1 ditë javës gjithë, ta kenë familjen në radhë të parë, çfarë do pune që bëhet. Na e bëjmë unë personalisht që bëj 2 punë me shumë mund, nga 14-15 orë në ditë të punu, po të paktën do me thonë do të me pas një rend që me do një kode për familje, edhe normalisht më mundu sa ma shumë jazbar të thyrën radhë parë familjes, pastaj më jazbar të thyrën edhe qytetit për nga vim, edhe po tjetë ashtu po besoj që gjitha punë do t'jenë ma mirë, do me thonë që se gjithë kush punon edhe gjenë kohën edhe për familjen, edhe me prezentu mënyrën ma të mirën edhe vendin, edhe familjen dhe gjitha, atëre të lashet janë minimale, do me thonë gjithë kush o i suksesshëm dhe nuk ka probleme. Kështu që shpresoj që ja arrim, tash na era parë që kemi qenë kështu të tret, po jemi mundu gjatë gjithë kohës, edhe ndoshta Bobi e tha që është i kënaqur, po ndoshta ja kemi qelluar bashkë me Uliksin, kisha pas qef gjithmi po në kësi mënyre, në këtë Kosovë. Unë për falendroj për zamësisht falenderit shumë që ishit pjesë e misionit Një Kafe me Labi, një sen për i drejtona Uliksit tash. Ki kujdes, prej se që e ministrija ke njësë mu plëtsu, se ma i dërë tja gorë. Definitivisht pajtona, është konstatim shumë i saktë. Jë mësu se arë ku marrë në emisione, ashtu t'i dopë, po ja që u bo një kohë që pasport. Pasport, që që gjej kohë edhe pak për sport, mos e lea, Shpresoj Ju emisione në këtë Bobi në të mërë. Unë e henës gjallë të një pimbushi. Po. Alo. Faleminderit shumë që ishit sot pjesë e misionit Një Kafe me Labi. Në emër familjes faleminderit, në emër të Uliksit e të një kjut edhe timin, falenderom shumë, edhe dëshiroj mirëseardhje edhe herave tjera në këtë qytet bukur të Prizrenit, se ka për çka me ardhë. Prizreni jo që është, por ju thëmë të vërtetën, djepi i kulturës, i sportit, kosovar është që ky Prizren. Jo pse jemi mos bom lekalista, që jemi Prizrenas, por vërtet është tu. Kështu që jemi mirëseardhur jo vetëm për emisione, por edhe kështu, inshallah, jashtë programit do të takohemi edhe do të rrim, do të pim kafe vërtet, jo emision Një Kafe me Labin, por jashtë emision Një Kafe me Labin. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Inshallah veç për të mira. Faleminderit shumë.